Kësta alert mirëmbroma, përshëndetje nga ekrani i televizionit Ora News. Jemi edhe sot, si çdo të premte, në këtë temë për konsumatorin. Pra, si që flasim çdo të premte, për çështje që cënojnë cilësinë tonë të jetës, për problematika nga më të ndryshmet. Para se të prezantoj temën dhe ftuarit e ditës sotme, i kërkoj regjisë të vendosim thuajse si që bëjmë çdo të premte, njoftimet e RAPEX, sistemi i alarmit shpejt i Komisionit Evropian për produktet jo ushqimore, i cili reklamon çdo të premte produktet që duhet të hiqen nga tregu, duhet të rhiqen për arsye nga më të ndryshme sepse nuk ofrojnë siguri për konsumatorët. Siç e kemi thënë edhe herë tjera, janë produkte të përdorimit ton të përditshëm, nga lodrat e fëmijëve të cilat nuk mungojnë kurrë, rreziku i kimikateve, si të ftalatet apo shumë të tjera, ushqyësit e telefonave, kozmetika dhe higjiena, pra produktet e tyre përbëjnë risk her pas here, të cilat Komisioni Evropian kërkon heqje nga tregu. Pas analizave të kryera në shumë vende apo testeve në vendet e Bashkimit Evropian rezultojnë jo konform, edhe pse një pjesë e tyre kanë markimin CE, pra të konformitetit evropian, kërkojnë heqje nga tregu. Sigurisht nuk është e detektuar Shqipëria si vend ku ato janë shpërndarë, megjithatë Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes Tregjeve bashkëpunime edhe me drejtorinë e përgjithshme doganave, referuar dhënave që vijnë nga RAPEX, ku janë numrat e loteve dhe dhëna tjera teknike të këtyre produkteve, duhet të tërhiqen nga tregu. Ashtu, siç e kemi thënë edhe herë të tjera, në shumë prej këtyre njoftimeve ka edhe problematika me automjetet, motomjetet, edhe pse janë të reja, me 0 kilometra kërkojnë që të kthehen te koncesionarët për arsye nga më të ndryshmet. Dhe meqense jemi tek automjetet, jemi pikërisht edhe te tema e ditës së sotme. Ky alert i kushtohet situatës së post vitit të ri, pra ndrimit të viteve, nuk ka lidhje me festat, por me temperaturat e ulta, të cilat shkaktuan një sër problematikash në qarkullimin rrugor, bashkë me një numër të lartë gjithashtu edhe aksidentesh. Kryesisht ishin pjesa, nuk duam ta lidhim temën me situatën, pra që e kemi trajtuar shumë herë, në fakt të aksidenteve, pakujdesit, problematikat e drejtuesve të mjeteve e tjera, por në raport me sigurinë rrugore në stin të veçantë dhe konkretisht dimrit. Një ndër problematikat shqetësuese në gjykimin tim, por ndoshta edhe të ekspertëve, është edhe situata në cilat ne mbajmë makinat në periudhë të ftohtë dimri, ku një pjesë shumë e vogël e shqiptarëve mund të njohin detyrimin e përdorimit dhe rëndësinë mbi gjitha përdorimit të gomave të dimrit, pavarësisht ku jeton në 100 apo 300 metër mbi nivel detit apo në 700 metër mbi nivel detit, gomat e dimrit duhet të jenë një detyrim ligjor, por mbi gjitha janë detyrim ligjor, dhe mbi gjitha një siguri për ne. Nëse mund ta ndihmojë edhe regjia, nëse shohim pamjet e autostradës rrugës Kombit të datës 2 janar, janë një seri aksidentesh pra të ndodha njëra pas tjetrës, numër i madh automjetesh të përfshira në aksidente në një vend ku nuk ishte as rreshje bore në fakt, por vetëm ngric për shkak të shiut ose rreshjeve të shiut në borë dhe që kishin ngrirë, kishte një autobus, kishte një furgon për cilin u tha sapo kaloi në pamje që ishte ambulancë, por ishte në fakt një furgon i vet koncesionarit. Atë ditë gjysmë ore para kam kaluar edhe vet në atë rrugë dhe sigurisht kishte ngrica në rrugë, më pas tre kishte filluar edhe bora në pjesën e Oroshit e deri në tunel. E që fatkeqësisht në atë moment nuk ishte asnjë borpastruese në rrugë duke hedhur kri. Po përveç kësaj, situatat janë nga më të ndryshmet, kemi bllokime, po në ato data pas vitit të ri, bllokimi për orë të tëra e aksit rrugor nga Qafthana, po themi deri në Elbasan, automjetet që kanë mbetur bllokuara për afro 8 orë në mos gaboj për shkak të situatës punimeve në rrugë, është i gjithë aksi kantier ndërtimi për shkak të ngricës të shkaktuar po në ato ditë. Gjithashtu kemi pasur një tjetër aksident po për shkak të situatës së motit në Lezhë, në fakt një aksident i rëndë ku humbi jetën një çift bashkëshortësh, pra nuk dua ta lidhem situatën me aksidentin siç ishte i ditës sotme tek ura e Dajlanit apo i datës 1 janar me 3 viktima në Tepelen, por sepse ato janë kryesisht për shkak pakujdesisë drejtuesve të mjeteve, të shpejtësisë e tjera apo gabimeve në trafik, por për shkak të elementeve të sigurisë, elementeve të cilat ne na bëjnë të jemi më të sigurt në rrugë. Do të prezantoj tre të ftuarit.
Kamzonjën Ariana Hasani është përgjegjëse e sektorit mirëmbajtjes rrugëve në drejtorinë e mirëmbajtjes rrugëve në autoritetin rrugor shqiptar. Mirë se vini në alert. Kënaqësi që ju kam studio. Zoti Fisnik Ziçishti është shef sektor dhe ekspert i sigurisë rrugore në Akademinë e Sigurisë. Mirë se vini. Mirë se ju gjithë. Kryekomisar. Dhe inxhinier Fatmir Hasho është ekspert i sigurisë rrugore. Kënaqësi që ju kam në studio. Mirëmbrëma, faleminderit. Ko pa u parë bashkë në emisione. Unë bëra një përshkrim të situatës ditëve të fundit dhe duhet ta nis me policit në fakt, sepse mua nuk më ka ndodhur asnjëherë që të ndaloj policia dhe të më kontrolloj gomat, nëse i kam gomat e dimrit apo jo, në rrugë. Flas gjithmonë për situata ku pritet të ketë mot apo rreshje. Dhe kodi rrugor, neni 6 i tij, rregullimi i qarkullimit jashtë qendrave të banuara, pika 4, që është antipronar i rrugës, me urdhër mund të pika E të urdhroj kompletimin e mjeteve në pajisje antirreshitse ose goma speciale për lëvizje në borë dhe akull. Pra goma speciale janë gomat e dimrit në këtë rast, në borë dhe akull. Zoti Ziçishti, tani ju përfaqësoni këtu policinë rrugore dhe do doja në fakt ta nisja me ju pikërisht për këtë. Përse nuk ndodh, po merremi pastaj me pjesën e ndërgjegjësimit dhe të edukimit të njerëzve, por përse nuk ndodh që me 15 nëntor e deri me 31 mars, më falni, të vitit pasardhës, policia të ketë një kontroll të shtuar dhe detyrim për kontrollin e mjeteve për gomat e dimrit dhe pajisjen me zinxhir, në parambajtjen e zinxhirëve në automjete kur ato janë të udhëtuar në zona malore. Unë ju falenderoj për pyetjen, sepse është një pyetje që ja vlen të përmendet dhe po ke bërë domosdoshmë tamam si me porosi dhe unë duhet të them që policia e shtetit që në fillimin e vitit shkollor, pra ka marrë masat duke shkuar shkolla për shkollë dhe duke bërë një promocion pra të studentët, të nxënësit, të cilët janë edhe të papatentizuar, që të thonë prindërve që të përdorin mjetet antirreshitse kur shkojnë në turizmin malor. Edhe në kod dimri, edhe në rreshtet e borës, dhe në rreshtet e shiut, punojësit e policisë, siç ju i keni parë dhe në rrugë, janë të kudëgjondur në çdo cep të Shqipërisë, që duke filluar që nga Vermoshi dhe deri në Konispol. Ato janë kudo në rrugë dhe përfaqësojnë drejtësisht detyrën që kryejnë, duke i ardhur në ndihmë qytetarëve. Policia rrugore ka vazhduar me kontrole intensive, edhe para kohës së rreshjeve të shiut, pra në futjen e sezonit dimëror, por edhe në sezonin dimëror për kontrollin e gomave dhe mjeteve antirreshitës që janë zinxhirët, për mjetet të cilat lëvizin në zonat malore dhe në zonat ku ne e quajmë si pik rreziku që bie borë, pra kemi rreshje bore dhe shiu. Ne tashmë kemi të gjitha pajisjet që bëjmë kontrollin me anë të luleve, sepse edhe gomat kanë disa specifikime të cilat do përdoren. Kemi goma bore, kemi që përdoren për borë, që kanë domethënë lulet i kanë më të shpeshta dhe i kanë më të thella. Dhe policia rrugore ka marrë masa, bilës ne kemi marrë dhe masa administrative për ata drejtues mjetit duke ndaluar dhe i ndërprer udhëtimin që ato të rikthehen. Vetëm kështu mund zgjidhet. Po, duke i ndërprer udhëtimin, pra, nëse një drejtues mjeti nuk ka mjetet antirreshitse që janë zinxhirët, atëherë policia rrugore, agjenti policisë verifikues, e ndalon të mjetit të kryejë udhëtimin të vazhdojë drejt zonës malore. Pra, po të kapim rrugën e Kombit, agjentët e policisë rrugore kanë dalë në pika Kyçe, ku i kontrollojnë mjetet dhe e shikojnë nëse i ka në bagazh, pra në bagazh këto mjete apo nuk i ka. Nëse nuk i ka, mjeti nuk do vazhdojë udhëtimin. Të ndërhyj pak? Po, patjetër. Atëherë, duke qenë se dhe misioni është për mbrojtjen e konsumatorëve, policia e para i herë t'i kontrolloj gomat edhe të verës, se te kontrolli teknik i mjeteve, se që aty duhet filloj problemi, nuk kontrollojnë gomat i vetëm një element që nuk ka asnjë shënim, është gjendja e gomave të mjetit. Ndërsa përsa i përket pjesës në kohën e keqe me ngrica me këto, për fat të keq i nderuar, miku im, policia e ka pjesën e fundit kontrollin e gomave. Sepse edhe në situatat të tilla, për çudi, 2 vjet e fundit,
policia nuk ka qenë fare e pranishme në rrugë, edhe kur ka qenë kohë e keqe, edhe kur ka qenë ngrica, edhe kur trafiku vajti 25 km në rrugën e Elbasanit. Sepse mjetet që kanë në dispozicion e kanë mundësin të paktën t'i sqarojnë, se këtu po flasin për mbrojtjen e njerëzve. Emisioni Alert ka një drejtim të fiksuar, mbrojtjen e njerëzve. Dhe unë kur them, kemi shqetësime të shumë kategorive që ndodhin në qarkullimi rrugor dhe policia për fat keq, po ti nuk e përfaqëson atë pjesë, se unë e di atë se ti ku je. Pra, kontrollet... Përkushtimi i fisnikut është i lartë, në thënë drejtë. Përkushtimi i fisnikut është i lartë. Jo, e lëm, shiko, profesionalisht është problem tjetër, se unë e kam koleg, por këtu ka një gjë. Nuk është në atë lartësi që duhet ishte policia rrugore, sidomos në periudha tilla. Tashi, meteorologjia lajmëron. Data 2, 3, 4, 5, 6, 7 do të ketë fenomene atmosferike mbi mesataren, të shtuara. Ishte detyrim që tek ura e Milotit, jo më tutje, sepse janë 24 km derisa të vesh tek fillimi i rrugës kombit me autostradë, po themi. Po, afër Rreshene. Që në urën e Milotit. Mjetet, kontrol, bilet direkt, ashtu siç kontrollojnë nga herë, që kanë qef, patentat, dokumentat e tjera, çdo mjet ktheu dhe pas një lloj, domethënë, asnjë lloj hezitimi e para dhe e dyta. Kontrolli nëpër rrugë. Tash tabela e rrugës së kombit është dhe unë e kam parë funksionale. Ju lutem, rregulloni shpejtësinë, ka fenomene atmosferike. Sepse janë edhe elektroniket edhe tabelat të qëndrueshme që pra për qëndrojnë gjithkohën. Bile, ajo rrugë, se ju e bëni më shpesh se sa mua, por u kam provuar disa herë, ajo të gënjen, ti në Milot je me kohë të shkëlqyer dhe parit e tuneli ty të zë një borë që nuk na ka ndodhur 2-3 herë, jemi kthyer në rrugë. Pra, fenomenet ekzistojnë, janë zonat të tilla dhe policia, sidomos në këto raste, duhet ishte më pranë njerëzve. Sepse ne kemi dhe raste të tjera, ku ndodh një aksident i vogël rrugor, një përplasje vogël mjetesh, bëhet vargu edhe 10 km dhe nuk është një punonjës policie të shkoj me motor, të qetësoj njerëzit. Sepse ai shqetësim na kthehet pastaj në bumerang kur hapet rruga, që të bëhen në atë që lejohen 2 mjetë, na bëjnë 6 një hershi. Dhe ti e di shumë mirë, siç e di unë. Ky është problemi, ky është shqetësimi. Pastaj do vinë te gomat e dimrit. Një sekond, unë kërkoj ndjes, duhet të shtoj diçka, ose jo të kundërshtoj sepse zoti Asho është ekspert i sigurisë dhe nuk kam qef kur që ta kundërshtoj atë, por unë të sfidoj që të hypim bashkë makinës, i bjemi numri 112 ku kemi diçka, ose të dalim në kohën reshje bore, dalim bashkë në rrugën e kombit, sepse unë, siç ka qenë zoti Sokole, unë atë ditë kthehesha nga Kuksi dhe njësia autostradave, e cila mbulon rrugën e kombit, nga Fush Milodi deri në Morin, ka qenë duke i ndaluar mjetet në një vend të sigurt, pra duke i hapur krahun dhe duke i kontrolluar, duke i paralajmëruar detyrës së mjeteve. Për këtë gjë, kjo ka ndodhur mbasi është lajmëruar aksidenti i parë me 20 mjete. Jo, nuk është çështje me ty. Të lutem, ne jemi 7 ditë javës, 24 orë në punë. Ne jemi vetëm për qytetarët. Tani, hajde të vim bashkë, të bjem numrin 112. Për qytetarët jeni, këtë nuk e vend dyshim as unë as zoti Hasho, por tani realisht, se nuk dua të merremi vetëm me një aks rrugor dhe me policinë konkretisht, por atë ditë realisht unë jam nisur në 6 mëngjesit nga Tirana. Kështu që atë ditë mund të ketë pas një patrullë policie që rri diku afër daljes në Fush Milot. Jo, në atë ditë s'ka pas Fush Milot, ose edhe kur rrin furgon, ata furgonat Benz rrin çingrot, se s'kan fajt fakt, se është edhe ftohtë, ose kur s'kan punë, se Fush Miloti ishte mirë atë ditë, s'kishte probleme. Po derisa un kam kaluar tunelin, as bor pastruese për të ardhur për të hedhur krip, se nuk ishte në fillimisht nuk ishte nga repse aq shumë nevojë për bor pastruese përveç kripës. Nuk ishte. Madje batuta që kam bërë me punojësin që merr pagesën aty 5 euroshin, ishte që shoqyr që u gjejmë ju këtu, sepse asnjë njeri për të paguar se asnjë njeri tjetër nuk ishte në rrugë, ndërkohë bora ka shtruar. Dhe ndërkohë ishin nisë bor pastrueset. Por ma tan tunelit, nga pjesa e Kalimashit, nga pjesa Oroshit te ku kishte bor, andaj nuk kishte bor, çuditërisht, te kishte bor, kishte shtruar. Por, domethënë patrullë që të ndalonte makinat t'i kontrollonte për goma dimri dhe për zinxhir, nuk ishte, absolutisht jo. Nuk po ndalonte as për punë të tjera. Nuk do që të patrulla ka qenë te 4 korsishi që i themi neve,
Pra në momentin që fillon autostrada, që kalon nga rruga interurbane kryesore, futet në autostradë, që vazhdon lëvizjen, aty kanë qenë patrullat e policisë të cilat porosisin njerëzit. Në që se kanë qenë me radar për shpejtësinë, dakor. Jo, shpejtësinë. Në të tilla raste ne kemi prioritet, në të tilla raste kemi prioritet. Patën kur ka ndodhur aksidenti, nuk ka pasur. Megjithatë, unë këtu s'dua të merrem shumë me policinë, dua të merrem edhe me njerëzit, sepse një pjesë e përgjegjësisë është e jona, valla, që duhet të kujdesemi ne apo jo. Por zonja Asane kishit për... Te do të hysha unë për faktin e përdorimit gomave verore, se sa pengesë sjell tek ne, tek kompanitë e mirëmbajtjes rrugëve. Në rastet kur lëvizin me goma verore dhe pa zinxhirt në vendet malore që është e domosdoshme përdorimi i tyre, dhe siç e ka ligji që duhet të jenë nga 15 nëntori deri me 31 mars të kompletuar me këto pajisjet e ngricave dhe të sezonit dimror, ne na sjellin shumë problematika për faktin sepse pengojnë punën e borpastruseve. Na ngushtojnë rrugën komplet, pengojnë punën e borpastruseve, bllokojnë rrugën dhe për aq kohë sa ato bllokojnë rrugën, ne aty na krijohet një akull, saqë në kohën kur vjen borpastrusja për me shkri akullin, do të ketë një farë periudhe të bllokimit, që i thona ne, të bllokimit rrugëve, dhe jepet ai alarmi që rruga u blloku. Rruga nuk bllokohet që mungon borpastrusja ose që mungon hedhja e kripës në për ato raste. Ne marrim gjithmonë informacionet përpara nga stacionet meteorologjike për motin dhe paralajmërojmë kompanitë e mirëmbajtjes, marrin masat për të qenë përgatitur për situatën dhe gjithmonë para prim situatës, domethënë dhe jemi gatshëm çdo moment që borpastrusja me fillimin e rreshjeve të kalojë të hedhë dhe kripën. Prandaj them që ky ndërgjegjësim për gomat verore vlen shumë sepse na pengon ne te puna dhe gjithmonë ato vretjet për bllokimet e rrugëve i merr gjithmonë autoriteti rrugor shqiptar në një kohë që nuk është problemi i autoritetit. Kemi edhe një problem tjetër për shembull prap te këto gomat verore, shkojnë nisen për te pista e skive ndardh, bllokojnë rrugën me goma verore, bllokojnë komplet dhe atje bllokohet rruga. Nuk bllokohet as nga mungesa e borpastruses, as nga mungesa e hedhjes materialeve të kripës. Atje bllokohet vetëm nga mjetet që lvizin nga qefi për me shku në një vend turistik malor me skije me këto. Bllokojnë rrugën, po pikërisht to janë ato problematikat sepse kompanitë tona të mirëmbajtjes janë shumë të familiarizuar me rreshtet e borës. I kanë përgatitje. Fillojnë përgatitje qysh në fillim të muajit tetor. Dhe pavarësisht sepse sezoni dimror fillon nga 15 nëntori deri me 31 mars, ajo emergjenca zyrtare që ne themi, ne na ka qelluar që bjen borë edhe në prill, na ka qelluar edhe në maj vjet me rabor, ose ka qelluar edhe në tetor dhe prap kompanitë i kena të kompletuar, sepse janë kompani që janë specializuar për mirëmbajtjen e periudhës dimrore. Dhe kjo nuk vjen nga... Se më preku tamam, po pres që të përfundosh, sepse do vemi të këta njerëzit direkt që na blokojnë këtë punë. Te këto e kisha që ky emision për ndërgjegjësimin na ndihmon shumë ne si autoritet rrugor. Faleminderit edhe për prezencën. Në fakt, gjithmonë kam pas një dashamirësim nga RSH-ja, po asnjëherë nuk kam pas njerëz në studio. Gjithmonë ka pas një arsye për të mos pasur. Mbase ka mungu ftesa. Gjithmonë kam pas ftesë kur është bërë diçka për siguri rrugore. Ta plotësoja këtu tani. Këtu të fillojmë tani te ndërgjegjësimi i njerëzve që drejtojnë mjetet. Që në momentin e parë që ti merr një leje drejtimi, minimalisht ke marr mësimet e para se çfarë duhet të dish në mjet. Janë ca gjëra që duhet i dish. Dhe një nga gjërat që duhet dish, se do vetet e gomat që është pjesa kryesore, po unë po filloj nga fshirësit e xhamave, të cilat në kohë të tillë janë të domosdoshme, dhe në qoftë se ne nuk kujdesemi për to, për gjendjen e tyre, sepse ato gjatë kohës së verës thahen, dhe si të tilla nuk arrin dot të kryejnë funksionin që duhet, pra që nga kjo e para, që nga ruajtja e sistemit ngrohje ftojes për atë xhamin e parë dhe xhamin e pasëm, jam i sigurt, në qoftë se ju pyesni në rrugë, 80% e drejtuesve të mjeteve nuk i din se ku thahet xhami pasëm, ku thahet xhami parë. 80 është shumë, po bën vaki gjysma. Të lutem, kur them 80, unë t'i them me bindje, sidomos të rinj, se nuk e marrin këtë informacion fare. Dhe vemi te gjëja kryesore. Gomat janë për mua, kur ecën mjeti, janë 80% e mjetit. Dhe këtë i jap me garanci të plot në çdo lloj situate, në dimër dhe në verë. Në çdo lloj situate ku je, sepse mund ndodhin fenomene të ndryshme. Gomat e dimrit kanë specifikat e tyre, gomat e verës kanë specifikat e tyre, dhe ai kontrolli që duhet bëj vetë drejtuesi mjetit, është detyrim. Ti duhet i kontrollosh njëherë për gjendjen tënde. Sepse goma është ajo që ti ecën, janë si këpucët. Në qoftë se prishen ti nuk ecën dot më, të dëmtojnë këmbët. Pra, me goma të cilat njerëzit i mbajnë pafundësisht, nuk kanë iden se sa duhen mbajtur gomat, ka rregulla më. Si pas cilësisë së gomës, se do vetet e një pjesë që kam shumë merak, si pas cilësisë së gomës, sa kilometra duhet mbahen, si duhet përdoren.
Unë jam për shumë totalisht kundra atyre ndrotë parat qotë mrasmet. Janë që idiotizma shqiptare që kanë dalë. Shikoj, këtë janë zgjidhje Dhe mundësish problemi më i ekonomike. madh, sepse është tamam ajo ku ju jeni, çfarë gomash vinë në Shqipëri. Është një problem Flasim për të rejat apo për përdorurat? Për të rejat. Të përdorurat nuk duhet të ekzistojnë fare. Të përdorurat nuk duhet të ekzistojnë për mua. Sepse nuk dim ku janë përdorur, sa janë përdorur, për çfarë lloj mjeti. Goma është një element i cili dhe në sipërfaqen e saj është i vetmi element i automjetit që ka mbi 200 shkrime. Dhe se cila nga ato gërma ka rolin e vetë. Ti vetë mund të shikosh e çfarë viti, e çfarë muaji kur është prodhuar, pra të mos bie si peshk se kur e merr. Të vesh të shikosh që duhet dimri se unë qarkulloj në këtë dhe pastaj pjesa e zinxhirëve është kryesisht për ata. Është opsionale, po du t'i kesh me vete. Është mirë që t'i kesh. Ka disa lloje tani, nuk është thjesht zinxhirat. Kanë dalë ato getat, ju them, që pikërisht vishen për sepse raste zinxhirat ju emergjente. prishin punën edhe këtyre. Janë kapsë Se të tilla, zinxhirat e janë dëmtojnë kapsë. asfaltin në një farfeje dhe sidomos Me zinxhira nuk ecet në asfalt. O do t'i kesh te në pjesa bora dorës. akull, Ka mjete antirëshqitse domethënë të prodhuara Por kohët e ka, fundit, ka. që kanë bërë teknologjia por më do të me ndryshme. thënë, atleta në përdorim. Janë por të lehtë që i vendosë. ndërgjegjësimi i drejtuesve të mjeteve që në momentin që ti do marrësh përsipër, të shkosh në një zonë ku parashikojnë rreshje, parashikohet ngritje, ti duhet marrësh masat. Dhe masat fillojnë thashë një herë, që nga kompletimi, unë edhe në ndërgjegje. A je i aftë për të ecur në borë? Pikërisht më pas. Dhe me shumë të drejtë inxhinieri Ariana e tha me shumë të drejtë, na bllokohet rruga për pa aftësi, se nuk din të ecin. Dikur, dhe unë kam pas mangësi, sepse si ishin të mësuar, unë vi nga një zonë që s'njihet nuk bora fare. Por ama, për shembull në vendet perëndimore funksionojnë shkolla private, mbasi ke marrë lejen e drejtimit, që të vesh të mësohesh për të ecur në këto fenomene atmosferike. Unë i kam edhe Facebookun tim para 3-4 vjetësh, një qendër e mrekullueshme në Vjenë, që shkonin njerëz kastile, të mësoheshin si ecet në lagështi. Do më imagjino duke ecur ti nga të vjen një sasi e madhe ujë, çfarë bën makina, si vepron etj. Dhe si duhet të jesh ti i gatshëm për atë. Pastaj talem për më vonë, të famshin aquaplaning, ta themi për më vonë. Të gjë që thotë inxhinieri, ne po e bëjmë tashmë në Akademinë e Sigurisë, duke kemi marrë një poligon dhe të gjithë punojësit e policisë, të cilët zotrojnë një mjet motorik policor, pra ato mësojnë teknika, duke filluar që te mënyra, domethënë se si duhet të eci, si duhet dali, si duhet të shkojnë në ndjekje, si duhet veprë në një shoqërim me eskortim delegacioni, si duhet të shoqërojë një ambulancë, e cila mund të ketë smur, pra detyra të gjitha, edhe të aquaplanti, pra të shielsi që e kemi improvizuar duke bërë rëshqitit, pra duke bërë se si reagon drejtuesi i mjetit edhe mjeti në... Si duhet të reagojë në situatat të tilla? Të tilla, si reagon në situatat të tilla. Ne këtë gjë tashmë po e bëjmë me punojësit tanë dhe kemi akoma punë për të bërë, po jemi goxha mirë. Po, dakor, vetëm se është pjesa e vetëm e policisë, po masa e gjerë e njerëzve, sidomos për periudha të caktuara, kur njerëzit nga Durrësi, nga Tirana, nga Firi, duan shkojnë zona malore, që ata borën mund ta kenë pa vetëm televizor. Sot di që patëm ne me thesin, më fal. Jo, vazhdo. Sot di që patëm ne me thesin, bllokimin. Spari herë duhet se u fol për policinë e kështu, ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me policinë rrugore. Domethënë për çdo problematik lidhemi me policinë dhe na shërben nëpër pikat ku kena problem. Ditët e fundit kemi pas shumë problem me thesin, rrugën e thesit. Për faktin sepse jo vetëm nga sasia e madhe e borës dhe rruga u hap si në formën e tunelit, por nga problemi sepse në një distancë prej 550 metrash të zona e tuneleve që e quajmë ne, ekziston rreziku i rënies orteqeve. Ma tan qafthorit. Tamam aty qafthorit takon. Ekziston rreziku i rënies ortekëve. Dhe në kohën kur kompania qëndron stabil aty e mirëmbajtjes, shoqëron për kalim vetëm ato kur bam njoftimin që nuk lejohet për faktin sepse ekziston rreziku i ortekëve. Po kishte një njoftim mos gaboj. Ai njoftim që ban autoriteti rrugor dhe u lejoshin të kaloshin vetëm makinat emergjente për rast smunësh ose diçka tjetër dhe i shoqëronte kompania me borpastruese edhe me specialistët që qëndrojnë atje. Plus kësaj dhe policia rrugore që na ka qëndru gati për domethënë për qenë e gatshme në këtë situatë. Nga ana tjetër, pikërisht te kjo zonë ka problem ramja ortekëve gjatë periudhës kur fillon shkrirja e borës. Dhe ne kemi bërë një njoftim ditët e fundit që kemi thënë, gjatë periudhave kur ka orë me diell, që fillon dhe shkrirja e borës nga shpatët e malit, ndalohet kalimi.
Dhe vetëm momentet kur fillon ngrirja, deri në atë periudhë sa të shkrin komplet shpati i malit, dhe vetëm momentet kur fillon ngrirja dhe stabilizohet qëndrueshmëria e shpatit për që të mos ketë ortek, vetëm atëherë fillon kalimi, por rruga çdo moment është e hapun. Domethënë, për një emergjencë, për çfarëdo rruga është e hapun. Ne na qelloj që zuni orteku një makinë. Fakti që kompania qëndron nga dishmëri, largojnë njerëzit, i dërgojnë hotel dhe priti derisa të krijoshin kushtet për me pastru dhe me nxjerrë dhe makinën nga aty. Domethënë, nuk mungon nga dishmëria dhe nuk mungon Po do e kenë mbrojt barriera, që tani kurios, do e kenë mbrojt barriera që se ka marrë me vete makinën për ta hedhur poshtë? Jo, aty është bas si tunel rruga komplet. Është bërë ka pas shumë lartë borë. Dhe ka një pamje, domethënë është një mrekulli, shofësh ato pamjet në periudhë kur ka borë. Alpet shqiptare janë një mrekulli. Po prandaj shkojnë pra ngelen në borë. Po nisën pa përgatit. Vetëm një moment, sepse ju përmendet më herët bllokime rrugësh, por tani një ndër lajmet, po themi, ishte bllokimi me, mos gaboj, me 3 janar ose 4, bllokimi i rrugës nga Librazhdi, me 4 nga Prenjasi deri në Elbasan, po themi. Çfarë ndodhi konkretisht? Ato ishin me shumë orë të bllokuar, me 8 orë në mos gaboj atje. Ajo rrugë për momentin ne e dim që po ndërtohet korridori 8. Po, është një pjesë në kantier. Dhe në pjesët ku punohet, kalohet dhe devijohet në për rrugë tjera. Dhe normal edhe këto devijimet që kalon nga pjesa rrugës kryesore, kalon rrugë tjetër, shkakton këto vonesat dhe krimin e rrallëve. Plus, fluksi i madh i mjeteve që vinë për festat e fundvitit, ose kjo ndodh edhe gjatë sezonit veror. Ndodh edhe në kohën kur vinë... Po, si ky rast nuk ishte ndodhur në fakt. Do ta lidhe me kushtet atmosferike pak. Atë do të thosha. Domethënë ka shumë faktorë që ndikojnë te kjo. E para punës janë shtimi i mjeteve, një numër shumë i madh mjetesh emigrantash që vinë për rastet e festave. E dyta është rruga është kantier dhe punohet pa pushim, po ecet sipas grafikut që ti përfundojmë sa më parë, sa është një vepër shumë e rëndësishme korridori 8. Dhe e treta janë dhe kushtet e motit, atë që përmendim gjithmonë që në Tiranë, por ashtu bllokohet edhe në Tiranë rruga. Domethënë janë shumë faktorë që ndikojnë të një radhë. Plus duke ardhur nga festat, plus për gomat verore, domethënë të kalon te pjesë prap ku kishte edhe në ngritçik prap me goma. E njëjtat probleme që hasën në raste ku ka bllokime rrugësh me kaq kilometra të gjata. Dhe kjo ndodhen arsye shumë e fortë, për të cilat policia është indiferente. Të gjitha ata që futen paralel dhe duan të futen mes rrugës. Absolutisht. Jam me 10 video që nxjerrin njerëzit, të cilët futeshin. Tani për këtë gjë ne kemi futur dronët në punë. Po do ta vazhdojmë debatin, do ta vazhdojmë pas reklamave të lutem. Okej. Sepse më kërkon regjia të shkojmë një hapësirë shkurtër publicitare, por pas reklamave, meqense sigurisht edhe trafiku, edhe akulli, edhe ngrica na shkaktojnë her pas here edhe stres, vonesa të tjera, Sedaton është një produkt që përmirëson cilësinë e jetës. Sedaton, falë përmbajtjes bimore, ka një efekt qetësues në reduktimin e ankthit dhe të stresit. Sedaton ndihmon në funksionimin normal të sistemit nervor, duke sjellë gjumë të një cilësie të mirë. Gjithashtu, përmbajtja e vitaminave të ndryshme ndihmon në zvoglimin e ndjenjes së lodhjes dhe këpucjes. Ndaj përdorni Sedaton sepse i bëni netët tuaja më të qeta. Shkojmë një hapësirë shkurtër publicitare e kthehemi në pjesën e dytë të Alert. Jemi sërish në Alert në këtë pjesë të dytë dhe po flasim për situatën e ngricave dhe problematika që shkaktojnë ato në lëvizje, por mbi gjitha për kujdesin që duhet të tregojmë vetë ne, si qytetarë, si drejtues mjetësh, në zbatimin e disa rregullave, jo për të zbatuar thjesht kodin rrugor si një detyrim ndaj shtetit, por për të zbatuar rregullat e sigurisë për ne, për vetë ne, për familjet tona, kur udhtojmë. Dhe ky emision ka marrë spunton nga rastet e fillim vitit, pra nga ngricat në rrugë, nga bllokimet e rrugëve për shkak të mungesës së gomave, të dimrit, aksidenti në rrugën e kombit i disa makinave, rresht përfshirë edhe një autobus udhëtarësh dhe një furgon të mirëmbajtjes së kompanisë koncesionare të mirëmbajtjes së rrugëve, pra situatën e ngricave dhe mungesën e kujdesit ton ndaj vetë atë mjeteve tona motorike. E ndërprejmë para publicitetit që do t'ja lo debatin. Ishim të aksi rrugor Librazhd-Elbasan. I gjitha Prenjas Elbasan, po themi të blokimi... Kishte një trafik të shtuar. Po dhe një ndër arsyet, sipas zotit Haushi, ishte futja e shoferëve në kundërshtim. Që ka pasur drejtues mjetësh të cilat kanë kryer parakalimet të gabuara,
por ne si policia shteti dhe policia rrugore e qarku të Elbasanit ka vepruar me shumë kujdes, duke ngritur edhe dronët fluturues në ajër dhe duke evidentuar të drejtues mjetit të cilët kryeshin këto shkelje rrugore. Dhe nuk është e thënë që ky e filmuar këtu, por ai është filmuar nga larg dhe ka marrë masën e gjobës, është ndaluar më tutje nga patrulla policisë dhe ka marrë një masë gjobe administrative, sipas kodit rrugor. Pra, ne duket sikur nuk të lutem, ne dukem sikur nuk na shikon njëri. Jo, do bëjmë një paralelizëm. Jo, ne duket do të bëjmë një paralelizëm me policitë e huaja, se si veprojnë në këto raste. Tani unë dëgjova me shumë vëmendje. Jo, dakord. Zoti ekspert, tani. Dakord. Nuk është masa, nuk është gjoba. Të lutem, më thatë për shkelcit. Jo, ai ka aq lek sa merr 10 gjoba nga ty dhe ai prapë punë do bëj. Ne jemi të detyruar të zbatojmë legjislacionin që kemi në fuqi. Cila mund të ishte zgjidhja? Ja kush është zgjidhja. Zgjidhja e parë njëherë është një punonjës ose dy punonjës të policisë, se bëhet fjalë për kilometra, me motomjet, i cili ka mundësi të eci, me megafon, le të flasin se nuk lodhet. Të lutem ta mbarojmë, këto nuk i ke pas asnjëherë, ti ke 10 vjet. Jo, i kemi. Këto gjëra i kemi. Unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Kur ta dëgjoj në parë, po një sekondë të lutem. Pra një punonjës policie me motor, me megafon, të nderuar qytetar, mos u mërzitni se për arsye punimesh ka trafik shtuar dhe numri i mjeteve njësinë e kohës. Ju lutem ruani qetësinë, e para. E dyta, në kushte specifike, ndërhyn policia, unë them kam raste, ku ndërhyn të policia, jo vetëm ky sqarimi, sepse të qetëson shumë nga pikpamja nervore, ti e vetë drejtues mjetive. Në qoftë se ti rri në një vend, mbi çere kore, nervozizmi të arrin në atë shkallë sa ti në momenti që hapet ajo pak, e shton gazin dhe ndortin ato përplasjet e vogla. Apo e kam gabim? Pra, çfarë duhet ta shtojnë gazin për? Shikoj. Dhe polici duke bërë këtë rrugë, ai që do marri gjobën më vonë, nuk është nga ata trima kur shikojnë polici që të e kanë rrugë. Sepse mi tatola me një falso që vendosit e rrugerinasit, e ulin gjithë shpejtësinë, dikur. E mban mend? Vendosit sa vetura falso. Po. I mban mend? I mbaj. Si ulja shpejtësia. S'ke gjeri fare atë. Madje një prej tyre është akoma në segmentin Lushe Berat. Jemi në rregull? Paktën aty e kanë Pra, parë. në këtë pikpamje, ne nuk jemi aq trima përpara kësaj situate. Pra, prania e policisë, unë po them mendimin tim të lirë, sepse nuk kam gjë me policinë. Sa e kam respektuar unë policinë dhe kur ka punuar mirë i kam thënë, se njëta situata ndodhe brenda Tiranës. Jo, unë nuk desha. Mbëshien sikur mbëshien, nuk janë pranishëm. Të lutem, unë e kuptova idenë tuaj. Dhe ne po ju themi, po ta shikojmë edhe rrugën interurbane kryesore. Tiranë-Durrës ne kemi futur motora policie në patrullim. Edhe këtë aks rrugor që u thoni, ne e kemi kompletuar me motora policie, me mjete policore, që e bëjnë këtë patrullim. Nuk keni rastisur ju. Tani, përveç pjesës masave, tani në shkurt bën 2 vjet, kur qellova në Lucern, dhe isha në timon një makine me targa zvicre, dhe sigurisht e kuptuam vonë ku duhet dilnim, me njëri që jeton të në Zvicër, dhe në momentin kur ne mund të hynim dalje, por do preknim ishullin, atë ishullin zebrën me vizat bardha atë në formë trekëndshi, më thot që shkojmë të tjetër, dhe shkuan pak në 3 kilometra, më ndoj, vetëm që nuk guxonim ta shkellim atë vizën e bardhë. Ishullin e trafikut. Atë ishullin e trafikut ku është dalja nga autostrada. Çështja është, kur do shkojmë të ky nivel ndërgjegjësimi edukate njerëzish, se ne këtu jemi në trafik, siç janë këto orët e pikut, për shembull dalje unazës të madhe ku janë këto dalje tjera, dhe kemi gjithkohën këta shoferë që futen nga dhe të bllokojnë këtë pjesën e hyrjeve. Pikërisht pra. Çështja është kur do shkojmë Jo, të ka ky dhe një nivel problem. edukate. Ka dhe një problem. Shumë projekte të infrastrukturës rrugore, që zonja Ariana po i pëson kurriz sot me mirëmbajtjen, bëhen gabim që në projektim. Dhe këto ka qenë, për mendimin tim, një nga gafat më të mëdha, të paktën për rrugët e reja, që nuk janë bërë me tru, për mendimin tim profesional. Këtë e the me plot gojen. Me gabime të rënda teknike, të cilat po i pasojnë këta, të mirëmbajtjes sot. Të vendosësh tabel ti 60 km/h në rrugë të kombit, që e quhen autostradë, Në fakt, nuk ka sens. Ne e kanë zi paketën, ose bëllë se bep për radar të këtyre. Por bi 60, jo, bi 60 në ka ndodhë aksidente shumë të rënda në atje. Unë nuk jam për të fluturuar. është detyruar të vendoset tabela vetëm për të frenuar, sepse nuk të mban fizika në rrugë. Jo, sigurisht. Atje. Pra,
Dhe unë e fillova nga projektimi. Ne po ham dynjan me unazën e madhe. Të lutem. Mos të hymë debatit, mos të hymë diskutimit të tuneli, si është situata e tuneli, elemente sigurisë. Qatë ju themi ne drejtuesve të mjeteve, ju lutem, kur vendoset radha 4 kilometra, për të dalë të dalja, të lutem. Qatë i themi? Nuk dua shputem nga tema, po me qenë sa për me përmende se e kam kështu si pik në fakt në zemër. Kur del nga, po të marrësh pjesën e unazës madhe, dhe ti futesh në tunel dhe del drejt Durrësit, po themi. Dhe do të hysh në karburantin Kragjath. Nga ana tjetër, ose shkosh drejt kthesës Kamzës, nga ana tjetër ti keni dalje që ty të vjen dhe ka një rrezikshmëri të lartë, sepse ky që vjen nga lart do hyj Majtas, unë që vi nga poshtë unë do shkoj Gjathas. Është një projektim, nuk e di... Inxhinierja, po i ka në kurris. Kjo i ka në kurris. Po dakor, po inxhinierja nuk ka lidhje me këtë situatë. Jo, si profesioniste, si profesioniste. Pra ne kërkojmë të ndihmën e ekspertave për auditimin. Është rregullave të sigurisë. Absolutisht. Më falë, do një shembull prap tjetër komplet, tek ajo rruga e famshme e Qafë Floçës? Do të hysh nga Gështenjësi? Unë njëherë kam bërë në zbritje në ardhe dhe nuk kam hymo. Të lutem, sinjalistika për të hyrë dhe për të dalë aty, asë është menduar, se për të zbatuar nuk është bërgjë. Po pretendojmë të mbarojnë këto problemet e tjera që ka. E kisha këtu, drejtuesve të mjeteve do të vazhdojmë të flasim. Ju lutem, zbatoni në 139 që në kushte atmosferike të ulni shpejtësinë. Ju lutem merrni gomat e dimrit, zinxhirët dhe mbi të gjitha vëmendjen tuaj që kur të qarkulloni të keni kujdesin maksimal. Por këto probleme, kur do t'i zgjidhim? Se po ikin ditët, javët, muajt, vitet. Po mirë, problemet me projektet gjithmonë kemi kërku dhe do aplikohet, do më thonë, auditimi i projekteve. Në termat e sigurisë rrugore. Do ishte domosdoshmëri. Inspektimi i sigurisë rrugore nga eksperta tash i bëhet. Ti e di vetë. Dhe aty ku ka problematika për këto tabelat shpejtësisë, si thoni ju, ne kemi ndërhyrë nga policia e Lezhës, pata një kërkesë për rrugën Kryqëzim Shëngjin, për ndryshim tabelës, se kishte shumë problem dhe ankesat prefekti i Lezhës për faktin sepse gjobitja e policisë kishte penalizuar shumë qytetarët për faktin se ishte gjithkund me 40 në orë. Tash i shkum, morëm disa ekspertë të sektorit, shkum dhe banë një ndryshim, ta ajo pjesë që mund të lejonte, sa ajo ka shumë zonë urbane dhe nuk lejon shumë që me rritë shpejtësim. Nuk e lëvizin fare tabelën. Jo, dhe aty ku lejonte, patëm edhe prezencën e punojësve të policisë Lezhës, dhe ram dakord të ndrum tabelat më në dite. Po ne në çdo vend që domethënë që jemi, ne jemi në çdo. Jo, ne se ju lavdrova, pra ju lavdrova. Ç'a jeni ju? Ne jemi pjesë juaj. E lini tabelën, edhe kur ju thon këta me dhun, duhet hequr. E kam thënë unë, mbaja atje thot ai Elbasanit, le ta kem unë aty thot, të lutem ta. Pra ka shkuar shpejtësia maksimale 130 këtu? Ku? Që nuk po zbatohet në Shqipëri. Po ku do ecësh me 130? Ja, e themone. Aty ku ka, për shembull, aksi rrethin Bradasheshit, kur vjen drejt Tiranës, drejt e tunelit dhe vajtje, mund të ketë disa segmente që mund të ecësh. Po sa kilometra është? Sa kilometra autostradën e Fierit. Nuk i plotson. Jo, bypassi Fierit e mban. Bypassi Fierit e mban. Shiko, ne më njëherë sa doli ndryshimi i shpejtësisë, kodi rrugor u bë me ndryshim shpejtësie për 130. Ne nxorëm një grup pune që i verifikon komplet kriteret se si duhet jenë kriteret e plotësuara për të shku shpejtësia 130. Kemi problem se kemi rrugën në standard. Kishte mangësi që nuk arrishin për me marrë për 130. Po nuk e bën dot. Nuk e bën. Nuk mundesh. Nuk mundesh. Domethënë duhen plotësu gjithë kriteret, tash ajo kursia është gjerësia korsisë emergjencës anësore janë shumë. Janë element sepse nuk të lën. Rrethimi, pastaj rrethimi kur është ndërtu rruga ka qenë i plot. Po nuk të lën. Është dëmtuar gjatë viteve. Nuk dëmtime nga. Nuk të lën ato element. Nuk është dëmtuar se ka munguar minimum. Pastaj unë jam i atij. Dëmtimet e jashtme nga persona të tjerë nga do gjithë ne kemi problemin tek këta të papërgjegjshmit që futet në atë rrugën që ishte e mbrëm edhe kishte bërë një flurudh, këta po thonë 120 e 130, po unë jam çik për më shumë se nuk ma merr mendja me aq që të vende deri atje duke thyrë dhe bariera. Në media mbi 130 është dëgjova. idemsia i 130 është ult. Ka qenë 130. Është idemsia i tegut. As më shumë as më pak. Zoti Granit, unë do t'i bëj pa shkas, domethënë nga që jam pjesë e emisionit tuaj dhe do t'i bëj thirrje çdo qytetari të Republikës Shqipërisë që t'i bjerë numrit 112, kur shikon një shkelje rrugore, kur shikon diçka,
kur shikon një drejtues mjeti që ecën në mënyrë të çrregullt, ti bie aty numrit unik 112. Dhe ta njoftoj organi kompetent që do t'i përgjigjet, t'i thotë që në filan vend ka filan gjë, ka filan, dhe ne marrim masat e menjëhershme, na ndihmon në punën tonë. Dhe do të ishim shumë mirë të t'i falenderonim për njerëz. Shiko, unë jam pak njëri i fiksuar në bazë disa detajeve, kryesisht sigurisë dhe të drejtimit të mjetit. Dhe prandaj po e bëj edhe këtë temë sot. Por në fakt aq shumë sheh pa rregullsi në trafikun ton, saqë nuk ka, duhet të kesh një 1000 polic më efektiv që rrin vetëm në sallë operative me 1000 telefona që të përgjigjen njerëz. Nuk është kjo zgjidhja. Zgjidhja është të ndërgjegjësojmë njerëzit që aty ku kanë mundësi të sillen si njerëz në rrugë, të sillen. Se tani ne gjithë dim të ecim shpejt, por kur është shpejtësia 80, ne e dim që nuk mund të shkojmë 120, se pa deri te 100 që edhe mund të ta shkelim, ose 10 mbi te. Po ti nuk mund të fluturosh kur e di çfarë të ndodh. Nuk mund të thuash që arrësh ka probleme me sinjalistikën dhe ti të fluturosh. Kur ti nuk ke sinjalistikun, shpejtësi ndërruaj veten. Pra ideja është të ndërgjegjësohemi, të edukohemi dhe mos shkojmë në atë çështjen e telefonatave. Ti për telefonata e çdo moment, nëse po ta verifikonte sot policia makinën time, unë i kam disa gjoba. Të gjitha janë parkimi. Nuk ka asnjë gjop shpejtësi, asnjë gjop mungesë rripi, asnjë gjop parakalimit gabuar, asnjë. Dhe unë jam gjithkohë në udhtim. Pra, njerëzit duhet shkojnë drejt asaj që... Jo, është ajo drejt ajo që thoni ju, që edukata është gjithçka dhe duhet filloj që në fillore, në shkolla, që ne i kemi mirë pasherë këtë fushate që shkojmë. Por, një telefonat e numri 112 për një drejtues mjeti që ecën në mënyrë të çrregullt me shpejtësi i shpëton jetën dikujt tjetri. Kjo ishte domethënë ajo ideja që unë kam. Niku, jemi në rrugë me lagështi. Unë jam përpara, vjen njëri mbrapa dhe mëri këtu, sepse ai nuk e di që në lagështi dyfishohet rruga e frenimit. Tani unë e shikoj targën e atij që ti them policisë, të lutem, këtu ka sjellje, sidomos në rrugët e drejta, më shumë se agresive. Po ato dritat shumë. Po lëri dritat, unë po të them të rinj këtu te kurri dhe ti nuk ke mundohen të humbet edhe ajo lloj qetësie që mund të kesh, bile të dalësh dhe në krahun e djathtë, nuk ke mundësi sepse është një makinë tjetër. Pra, kjo lloj edukate duhet filloj që në autoshkolla që t'ju mësojnë. O zotri, nuk frenohet një lloj si në të thatë dhe në të njom, si në akull edhe në kur është ngritur uji mbi asfalt. Nuk e kanë iden fare. Dhe ti kur u thua ose kur i dëgjojnë, se dija unë thot. Çdo më thën kjo. Ma kupton? Këto janë, nuk është vetëm ajo 112-a, një dhe e dyta, ne kemi atë problemin tjetër pastaj. Po te unë e marrë 112-ën. Po ai që ka bërë shkeljen është nga ata 500, se 500 i quaj unë, është banda 500 që lëviz nëpër Shqipëri, që thyejnë rregullat në çdo lloj sistemi. Ka dhe njerëz të tyre atje brenda. Filan numër, të lutem. Jo, të lutem, këtë do ta kundërshtoj me forcë, të lutem. Ta kundërshtoj me forcë. Në momentin që ne marrim numrin unik 112, telefonata është anonimat. Nuk mund të ndërhyjë në njëri në sistem, është anonimat. Dhe unë prandaj bëj thirrje. Është anonimat, pra. Ka konfidencialitet dhe njerëzit që punojnë atje te ajo sallë operative janë të trajnuar dhe janë me certifikata sigurie që nuk mund nxjerrin informacion. Pra, dhe prandaj unë prandaj lutem këtyre njerëzve që të njoftojnë sa më shumë domethënë kur shohin një shkelje rrugore se i bën nder vetes vet na bën Ne kemi hall të edukojmë njerëzit pa shku te policia, sepse tash nuk është zgjidhja me një polic apo 50 polic. Jo, nuk është problemi për atë pjesë. Ose firmat sa pak punojnë me punojësit e tyre që kanë furgonat. Mirë, ajo është pasaj trajnimet duhet janë shkelësat më të mëdhenj. Furgonat e që shpërndajnë të transportit të gjitha ndërmarrjeve janë shkelësat bazë nga ora 5 e mëngjesit deri në 7. I ke kështu, sidomos në linjat e gjata, përveç shpejtësisë, parakalimeve, sepse duan të vënë shpejt të kthejnë shpejt. Patjetër. Pas batuar. Se shembulli i tapit nuk e ka marrë asnjë kompani e cila shkruante. Ne ndjekim rregullat e sigurisë rrugore. Ishin gjithë me GPS dhe kontrolloheshin gjithë për shpejtësinë. Nëse e kalonte njëri shpejtësinë, merrte një gjob shoferi ose ikte edhe nga puna. Po, në fakt më thoshte dikush që po bëjmë 5 orë me shku në Korçë nga këta stafet e tapit nga Tirana, sepse nuk guxonin të i kalojnë shpejtësinë. Kanë filluar disa kompani e kanë vënë re që kanë vendos një sticker mbrapa një ngjitse që thot nëse për shkel rregullat e qarkullimit ose apo ecin në mënyrë të duhur diçka e tillë, nëse jo telefonon në X numër, duhet të jetë numri i kompanisë, po sigurisht nuk e bën kush. Zonja asaj një ndër vështirësitë ose problematikat e
këtyre ditëve, po themi të para të 2026-ës, ka qenë moti kryesisht. Pra, ka qenë një mot i keq në gjithë Shqipërinë një herësh. Përmbytje, rrëshitje, dherash, rënje gurësh, akull, ërtegje, borë e tjera. Sa ka vënë kjo situatë në vështirësi arrëshën dhe a ka pasur qoftë e para në Gërçë në një moment dhe si ka qenë bashkëpunimi dhe me kompanitë e mirëmbajtjes rrugës, sepse unë një kompani, tash unë bles para emisionit të diskutuam, unë nuk i njoh as si pamje ata që e kanë, për shembull, ajo kompania që mirëmban në rrethin e Tropojës janë ekselent. Janë më të mirë, janë normal të mirë, janë kompani të mirë. Ne kompanitë e mirëmbajtjes i kena specializuar, siç e ilsova edhe parë, janë specializuar si për situatën ndihmërore ashtu edhe për rastet e rreshjeve. Por rastet e rreshjeve të tilla, me periudhë gjatë kohë dhe me intensitet, normalisht që sjellin vështirësi për ramjen e materialeve nga skarpatat, vërshimin e ujrave në rrugë e tjerë. Megjithatë, me menaxhimin e situatës nuk ka se nuk u përballu si situatë nga ana e autoritetit. Ne i dham njoftim kompanive përpara, që duhet ishin të përgatitur për këtë situatë, masi morëm parashikimin e motit, masi morëm se ku do të ishin rreshjet më të shumta, e fillun nga zona Veriut, pastaj kalon te tek pjesa e Vlorës, e Gjirokastrës, e Tepelenës dhe dëmët më të mëdha i ka pasur qarku i Gjirokastrës. Sepse këto rënjet e gurëve të vogla, këto zakonisht kompanit i menaxhojnë mirë, kanë brigadat në terren dhe por në rastet kur ka një rrëshqitje të madhe dhe siç ndodhi për shembull tek shkalla e Zez, kur deri tash kompania ka larguar 1400 metër kub dhe nga skarpata. Shkalla e Zez është Gjirokastër Tepelen. Kompania deri sot ka larguar 1400 metër kub dhe prej aty. Dhe sot kalohet me një korsi dhe presim që të qetësohen kushtet, të thahet pak situata e motit e këto dhe të ndërhyjm me një projekt mirëfill sepse është një zonë pak sensitive. Ndërhyjm me një projekt mirëfill për situatën. Monitorohet në çdo moment nga kompania. Janë vu sinjalistika provizore, me bashkëpunimin e policisë rrugore në çdo moment ka pas ekipet stafet policisë aty që i menaxhojnë trafikun. Po kështu kemi pas një rrëshqitje në fshatin Vajs, që duhet ta keni transmetuar dhe ju ndoshta, që janë detyruar me largu edhe banesat nga një rrëshqitje, një kodre, e cila tërhoqi rrëshqitja në vaj. Po flas për rrëshqitjet që problemet më të mëdha që kemi has gjatë kësaj periudhe. Ka qenë një rrëshqitje tek përmet Çarshova. Një rrëshqitje prej 40 metër linear që erdhi agravoi shkoi deri në 50 metër linear. Ndodhi një rrëshqitje gjatë natës, menjëherë me njoftimin që mori kompania e mirëmbajtjes vuri sinjalistikën provizore dhe ndaloi qarkullimin për brenda natës sepse nuk dinim deri ku kishte avancuar rrëshqitja. Dhe për me mbrojtje jetën e përdoruesve të rrugës, tham deri në mes të shohim se çka ka ndodhur me këtë rrëshqitje. Në mes herët u vu një sinjalistik provizore dhe u siguru që të qarkullohet me një korsi. Domethënë këto kanë qenë problemet që më të mëdha gjatë kësaj periudhe, kurse ramja e gurëve, ujrave, pastrimet, kanalet e këto i kemi gjithmonë të vazhdueshëm dhe janë të mirë orientuar kompanitë. Ne kemi ato grupet e punës që japin porositë, raportojmë çdo 2 orë, raportojmë çdo moment kur ndryshon situata, japim direktiva njërit të tjetrit se si duhet ndërhyj, japin mendim gjithë aty, sugjerojmë se çfarë do të bëhet dhe ne këto situata mendoj që këto situatat e kohëve të fundit nuk u menaxhuan keq nga ne. Në gjitha ato problematika që kanë ndodhur dhe thash rrëshqitjet, janë kriju grupe pune në RSH, ku do ndërhyjmë me projekte për përmirësimin dhe sjelljen e tyre në gjendje normale. Po ndoshta mund të bëhet si ajo e Pogradecit ose kjo këtu kur vjen nga Elbasani? Me mini tunel, kështu panoramik. Me një mini tunel të tillë ne kena nevojë për në Theth dhe Valbon. Për vende ku kam me qenë se përmende Valbonin, se unë nuk e kisha ndërmend ta përmendja në emision në fakt. Aksi Baramcuri-Dragobi është 13 km, Dragobi-Valbon është edhe 10 të tjera, por risku aty është shumë i vogël apo rastet e rënjes së gurëve apo shemjeve të dherave janë një ndër fenomene vërtet çdo ditë të dimrit, të paktën dimrit, se aty rrëshqitje ka edhe gjatë verës, po më të pakta, vënë në rrezik jetën e banorëve të atyre zonave. Besoj na kujtohet gjithëve historia fatkeqe e një familje dikun nga Torovica, kur për shkak të rënjes një guri u shua një familje në një makinë. Nga lartësia, nga maja malit. Po, në të tilla rrisje, dhe malet në Lugin Valbonës janë më të larta, në të tilla rrisje, rreziqe janë çdo ditë banorët asaj zone. Çdo ditë. Është tim vlla, është familja e tij, janë miqtë e mi, kushërinjtë e mi dhe çdo turist vizitor që shkon. E ka një shembull të mrekullueshëm që e kanë bërë Shëngjin.
Dhe unë e kam edhe më herët... Mbrojtësia që është bërë në Shëngjin, për mua, personalisht, është model dhe është mirë, vetëm se ka kosto. Unë mbrojtësen, shteti për këtë e ke para të Shëngjinit? Për mbuluar kosta, nuk se e ke kam fiksuar. Nuk e kam parë. Kur ta shikosh, do të mbesosh sepse është më e mira, e mundshme, dhe ka eliminuar për mua, do më thënë absolutisht, një problematik të këtyre. Mund të aplikohet shumë mirë në atë zonë që thoni ju, e kam parasysh kam qenë 2 herë. Janë disa vënde, në paktën 6-7 vënde ku ka risk të lartë, dhe pasaj ka dhe zona tjera që binë kur, po risku është më i ullit, ama aty mund ndërhyrët me rjeta, por janë disa që ndoshta kërkojnë ndërhyrë më të mdhaja ose tunela panoramika. Në një vend që ne e quajmë, në mos gaboj Perlinat e Shoshanit, shu quhet, ai ka nevojë patjetër për tunel panoramik. Po në Shishavec kishit probleme? Se për te kostove jeta e çdo qytetari është kushton më shtrejt se sa buxheti i shtetit. Siguria nuk ka kosto. Kështu që një njeri është më i vlefshëm se çdo gjë. Me qenë se e përmendet Valbonën, do t'ja kërkoj publikisht ARSH-s një ndërhyrje sepse është zonë turistike, është zonë e mbrojtur, por kjo nuk është gjithçka, është rëndësia e banor e jetës së çdo banori në atë zonë. Ju mund ta kërkoni dhe ne kena prioritet për faktin sepse janë evidentuar zonat më problematike. Është kërkuar një ndihmë nga emergjencat civile për ndërhyrje për hedhjen e shkëmbive nga lartësitë e mëdha dhe pavarësisht kësaj, në ato zona ku pranohen rrjetat pa pas nevojë për ndërhyrjen e emergjencave, do të instalohen rrjetat. Dhe pastaj sigurisht ka nevojë për të ndërhyrje për shkëmbijtë e tjera. Për rritjen pak të mureve anësore që të presin pak ato. Mure, një ndërhyrje e vogël. Ujra kanë rrugë akoma ka problematika. Profesionistët i kanë, po e morën përsipër bëhen dhe të mira. Një ndërhyrje që u bën për shkak të festat e Murrashit, ka dhënë shumë rezultat. Dhe një tillë, domethënë, kështu që do t'ju falenderojnë ata banorë sepse vërtet janë në rrezik. Unë shkoj shpesh, po edhe kur nuk shkoj, i qoh edhe sot më kanë ardhur foto, nuk doja t'i publikoja, i kërkova vetë në fakt. Kemi prioritet. Por vërtet është për të falenderuar kompania që e mirëmban, sepse janë vërtet çdo ditë në rrugë dhe ju ka lehtësuar, po gjithsesi rasteve të aksidenteve nuk kanë çfarë bëjnë. Zoti Asha, ta kthejmë pak më qytetare bisedën, në kuptimin e nevojës, se du ta lidh pak se edhe titulli në ekran është ngrica bord dhe goma vere, në fakt. Një qytetar referuar kodit rrugor, por edhe domosdoshmërisë, një qytetar në Vlorë, në Lushnjë, në Fier, në Elbasan, në Tiranë, a du të përdori dhe e goma dimri, sepse në ditën që përmendem rastin e 2 janarit, publikoha një rast, më thënë sepse për vërtet pash makina edhe shumë të shtrejta me goma vere, cilat nuk esnin dot në rrugën e Kombit. Edhe publikoha më pas një status kur ndalova diku që ka nevojë, qoftë se duhet zbatohen disa rregullat, ligjet, vendohet përdoren goma dimri, rastet e aksidente janë më të vogla. A duhet ti kemi këto ne, ti përdorim, sepse goma në gjykimin tim dhe ju ma thoni më mirë, gomat e dimrit nuk janë vetëm për bordha akull. Për akull janë ato, janë zinxhiret. Goma e dimrit ka një kufi temperature 7 gradë Celsius. Pra në qoftë se temperatura nga 7 gradë do t'ulet poshtë, bëhet detyrim goma e dimrit. Sepse rriten cilësitë e saj, që nga numri i kapjeve të tjera, elementve, materialit të gjitha. Pra, ju përmendet pjesën jugperëndimore. Gomat e dimrit kanë dhe një cilësi që në ujë është ai famshmi aquaplaning, i cili ka sjell shumë aksidente të rënda, për shkak se drejtuesit e mjeteve nuk e kanë parasysh që në qoftë se sasia e ujit mbi sipërfaqen e asfaltit rritet deri në sa centimetra, atëherë në qoftë se ti je me shpejtësi mbi 75-80 km/h, ti nuk ke më sistem drejtimi. Sistemin e drejtimit tënd e ka uji. Rastin konkret, kompania mirëmbajtjes e di dhe e ka ndihmuar tash me 2 tabela, kemi unazën e Lushnjës, ishte një pikë në të cilin me 10 Foristrada, është interesante edhe kjo, Foristrada të tipit Range Rover, përfundonin të gjitha në ugar, sepse kursi e krautmajt nuk arrinte do ta hiqte të gjithë ujin, dhe këta futeshin dhe përfundonin atje. Tani ajo është përmirësuar me sinjalistik, që do të thotë, kur bie shi, kujdes sepse rrëshket, dhe çdo drejtues mjeti kur shikon tabelën, natyrisht bëhet i përgjegjshëm. Unë them se dhe ne në Shqipëri, për të gjitha arsyet, kemi nevojë të përdorim gomat e dimrit ose të verës, ka dhe disa goma që quhen force zone, ku çfarë kanë emërtimet e tyre, po gjithmonë duhet të jenë cilësore të markave të njëjtura që mbajnë një lloj përgjegjësie në prodhim.
Dhe kjo është shumë e rëndësishme, se po na vinë goma nga Kina, Unë nuk jam për kauçuqe, kineze, por kauçuqe. marka pastaj është në varësi të mundësive të çmimit. Tash shiko, unë e kam përmendur shpesh herë. Në qoftë se merr një automjet, ke kosto. Kur hodha statusin musulën me postime, jo po kosto, të lutem, po more makinë, ke marr kosto. Tash të kesh makinë Range Rover dhe ti vësh goma kineze, është një absurde që nuk sepse vetëm ndrimi i vajtit aty i bën 1 milion lekë. Është shumë kohë, se nëse përdor 2 palë goma, pikërisht pra i mban 2 fishin e kohës. Pra nuk është ndonjë, por nuk vlen kosto ose sa vlen siguria jote. Unë ju tregova pak më para të videon ku gomat e sigurta të japin mundësi të ecësh në autostradë perëndimore me 120 km/h pa minimumin, s'ke rrezik fare. Je sigur pra në drejtim mjeti. Po vetëm se edhe kripin e kanë cilësor ata, përveç se hedhin e kanë cilësor. Shiko, po hedhin krip. Tani, te mirëmbajtja po vim prap, shiko, kompanitë e mirëmbajtjeve janë, po ka fenomene atmosferike të cilat ndodhin dhe distancat janë të tilla, nuk arrin dot, edhe për efekt kohë, dhe nuk kemi pse tash t'i drejtojmë ARSH-s që s'kishte krip në atë kohë. Nuk e lidh me ARSH. Se janë fenomene atmosferike. Kjo batut, po kjo s'ka lidhje, sidomos ku ka koncesionar, s'ka punë ARSH. E ke parasysh njëherë për shembull ato stuhit e gushtit që të bien sasi ujë në njësinë e kohës, që çfarë do bëj kush? Ja, nuk dua ta lidh me etj. Po ne si drejtues mjeti, duhet të jemi të përgjegjshëm që në çdo moment duhet ta kemi mjetin në gjendje maksimale dhe të mos bëhemi ne rrezik, se bëjmë edhe për tjerët. Sidomos ata që kanë goma vere, nuk dinë edhe në borë, fillojnë përplasen me tjerët. Se mirë të rinë anë të rrugës të bllokoj këta, është problem tjetër, po vjen dhe përplaset, se nuk kam as hutohen. Nuk kam komandimit. Lere frenimi pastaj është. Nuk kam komandimit. Do të shtoj vetëm diçka. Do të shtoj. Ne kena shumë të rëndësishme, domethënë tek ndërhyrjet që për rastet që nollin rrugë, kohën e reagimit. Se nuk do të thotë nolli një rrëshqitje dhe aty tjetë brigada e punëtorëve ta heqim me herë. Dhe ne luftojmë që kjo koha reagimit tjetë gjithmonë sa më e shkurt. Prandaj dhe ndërtojmë ato kantierët e mjetëve, të flotës mjetëve dhe kantierët e kripës ose këto brigadat e organizume sa më afër vendeve ku kanë një rrezikshmëri të lartë. Prandaj them që kohën e reagimit e ne ka një rëndësi të madhe dhe nuk matet me ra kjo dhe nuk ishin punëtorët aty. Nuk janë punëtorë. Ne nuk kemi nga një punëtor për çdo 500 metra. As mund ketë as punëtor as policë. Thjesht kemi një sistem informacioni shumë të mirë, që njoftohen me herë brigadat, organizohet, janë të organizuar për të vinë me herë moment, dhe sa po merret njoftimi, vetëm një përgjigje marrim, okej, tashti, dhe direkt gjithçka është një koha e reagimit shumë e rëndësishme. Edhe është edhe koha e reklamave. Publicitet e kthehemi pas pak në studio. Jemi le alert në këtë pjesë të tretë dhe po flasim për çështjet të sigurisë rrugore e kryesisht kujdesin që duhet kemi ne, e detyrimin dhe rëndësinë e mbajtjes së gomave të dimrit, mbajtjes dhe përdorimit në automjete, pavarësisht nëse ka ngritës ose jo, pavarësisht nëse jeton zona malore apo fushore. Si që ishte, një ndër ato që e përmendin fillim më herët edhe zoti Hasho është kontrolli teknik i automjeteve, kur ne shkojmë për të bërë, po themi gjatë periudhës dimrit, nuk ka asnjë kontroll që pra ty të kalon automjetin, nëse ke plotson gjithë kushtet për ta kaluar automjetin, pra kontrollin teknik. Ndërkohë nuk ka asnjë kontroll për cilësinë e gomave, për thellësinë e lulës e tjera, nëse janë 4 gomat, janë gomat sipas standardeve të tjera, se unë kam parë furgona transportit të fëmijëve të shkollave me 4 goma me lule të ndryshme, disa Forda të vjetër dhe aq më tepër nuk ka asnjë detyrim, pra nuk të detyron që ose ta kalon makinën thotë në janar zotëri ku shkon me goma vere. Pra të ta ngeli që aty makinën. A duhen bërë disa ndërhyrje, ndryshime, të shihen situatat pak më ndryshe? Legjislacioni jonë i kodit rrugore përcakton fare mirë dhe fare qartë sepse si duhet kontrollohen gomat dhe sa do të jetë sa milimetra do të jetë lulja e gomave. Edhe te kontrolli teknik, manuali kontrolli teknik në dijenin time, e ka një manual se sa do të jetë ky lule dhe si duhet kontrollohen. Edhe punojësit tanë të policisë, në raste kur kemi akull bor, ne i bëjmë kontrollin me anë të pajisjeve dhe kalibrave. Kjo do të bëhet verve.
Kjo duhet bërë në çdo lloj kohe. Në çdo lloj kohe duhet bërë. Në çdo lloj kohe, sepse kemi goma të cilat i kanë mbaruar standardet, i kanë mbaruar elasticiteti molekular i gomës dhe nuk e kryen më vetin. Dhe kjo gomë nuk kryen më një frenim të sipas nevojës. Një frenim të menjëhershëm, pra e bën frenimin më të avashëm dhe kjo gomë duhet ndruar, pra nuk i ka më vetit. Dhe gjithmonë bëhet kontroll i tyre. Ne i porosisim gjithmonë punojësit tanë, të cilët dalin në patrullim që përveç gomave, ne të kontrollojmë edhe pjesën e stopave mbrapa të makinave, dritat, fenerët. Pra, atë ta kontrollon edhe te kontrolli teknik. Sepse është një premisë për aksident, pra nëse është një premisë për aksident, nëse nuk punon poçat e frenave dhe drejtuesi i mjetit shkel frenat, ai mbrapa nuk e merr vesh. E fillon të godet, se nuk e merr vesh e para. Dhe ne gjithmonë i porosisim punojësit tanë që kontrolli kur bëjnë kontrole rutinë të mjeteve për dokumentacion, të bëjnë dhe kontrolin e sistemeve të ndriçimit. Po te ka detyrim ajo protokoll. Edhe për një llambi kthejnë e i bëjnë. Shiko, këtu problemi nuk është vetëm kontrolli i gomave, te kontrolli teknik. Juve merreni me sigurinë e konsumatorit. Një automjet ka të paktën mbi 2000 pjesë këmbimi. Ne nuk e dim ende se çfarë futet në Shqipëri për pjesë këmbimi, të cilën ne marrim garancit për t'i dhënë makinës me 130 në orë. Pra është një problem më vete, por unë kam parë dhe një shqetësim që ne na hynë shumë makina, se më bëri shumë përshtypje paraqitja juaj në fillim të emisionit, që ju keni një seri produktesh që janë dhe ndalohen nga BE-ja dhe ju i reklamonin emisionin tuaj. Unë do bëja një pyetje direkte. Ka edhe goma. Jo, veç gomave. Unë kam një pyetje. Ju lutem, duke qenë se jeni shumë i azhurnuar, makinat që vinë nga Koreja, Amerika dhe Kanadaja, a i plotësojnë kushtet e BE-s për të qarkulluar në bindjen time profesionale? Jo. Sepse nuk kam parë në asnjë vend të Europës që të ketë makinat importuara nga Koreja, Amerika dhe Kanadaja. Në Europë, me targat italiane, gjermane, franceze, zvicerane e tjera. Këte kam bindje. Një element do t'ja vetëm që është shumë elementar. Dritat e sinjaleve të makinave Amerika dhe Kanada i kanë të kuqe. E kuqja për mua është fren, ose lamba e dritave. Si ta marrë vesh se sinjal? S'u di. Pra, ose do t'i detyrojmë si që detyruar makinat me targa angleze të ndryshonin krahun, pra të ndryshojnë dhe këto sinjale, janë elemente të vegjël në dukje, po me rëndësi shumë të madhe në trafik, për mendimin tim. Dhe nga pikpamja pastaj sigurisë pasive dhe aktive që kanë automjetet, sepse unë kam një përvojën tim me personalit e para 20 vjetëve, kanë ekzistuar disa Toyota Forerunner, që ngjanin shumë me Toyota Land Cruiser, ishin shumë të ngjashme, por kishin një element mangut sigurisë aktive dhe ishin për përdorim vetëm në Afrikën Veriore. Dhe ato hynë në Shqipëri një sasi e konsiderueshme, sepse këtu asnjëherë nuk ka pasur një kontroll të detajuar. Mjafton që të vish dogan, paguash të doganën. Kjo nuk shkon. Është bërë Shqipëria një treg i papar mjetër. Ju mendojnë që makinat e Koreas që kanë pushtuar tregu në kuptimin e sasisë e importit? Unë mendoj se nuk i plotësoj kushtet e Bashkimit Evropian, dhe nëse nesër ne do bëhemi antar të Bashkimit Evropian, këto mjete që kanë prejardhjen andej do jenë të destinuara të dalin nga qarkullimi. Nëse, ky është mendimi im profesional, nuk kam asgjë. Ky është një problem. Edhe diçka që përmendem me zotin Aziçishti, ka një, në mos gaboj, nuk e di, është urdhër, udhëzim, ministri apo çfarë, që një makine mund t'i bëhet kontrolli teknik, duhet t'i bëhet edhe nëse është brenda afatit, kur ndron përdorues. Për çfarë arsye është bërë kjo? Është tip gjobe, po themi, ndaj qytetarëve për t'u marrë para, apo kaq e rëndësishme? Jo, nuk është tip gjobe, me udhëzimet e reja që kanë nxjerrë detyria e transportit rrugor, kanë nxjerrë që në momentin që do bëhet akt blerje e mjetit, pra i kalon nga një pronar në tjetrin, duhet ribërë dhe ritesti teknik. Po pse? Sepse ti e ke bërë para një muaj, unë e blej makinën të ty. Unë mendoj që ata që e kanë propozuar këtë gjë dhe që e kanë bërë për arsye sepse një drejtues mjeti që blen një mjet duhet të sigurohet edhe më mirë se çfarë problemesh mund këtë pasur ky mjet. Do thoni juve që ky mjet e ka bërë kontrollin teknik dhe është brenda afatit, shumë e drejtë. Ky mjet e ka bërë kontrollin teknik dhe është afatit, po duke qenë se kontrolli teknik është 2 vjeçar për autovetura tashmë, në
kohën 2 vjeçare, në kohën 2 vjeçare, në kohën 2 vjeçare ne mund të kemi një defekt që edhe ai që është shet mbase nuk e di. Dhe duke bërë një kontroll teknik, ne i shuajmë të gjitha ato zora që po flasim shqip ma futi. Do të kundërshtoj pra. Pse? Ti, Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor, që ka dhe kontrollin teknik, shumë mirë mund të japi akses çdo klienti në momenti që blen makinën dhe t'i kërkoj një opinion për kontrollin teknik që i ka dhënë. Unë do të shikoja, në qoftë se ka kaluar një vit... Kundrejt pagesës. Kundrejt pagesës, natyrisht. Në qoftë se ka kaluar një vit, unë do të isha për kontrollin teknik. Po në qoftë se është brenda një viti kalendarik, nuk mendoj se duhet kryet këtë kontroll teknik. Kjo është nuk tojnë, duke qenë se është bërë 2 vjetë që shikoj gjatë. Jo, edhe njerë thash, brenda një viti kalendarik, unë e shikoj të panevojshme, teknikisht, gjithmonë. Sepse aksident, ajo, defekti, mund të ndodhi dhe të nesër që ke bërë kontrollin teknik, ore. Dhe ajo djetë, bile ka ndodhur defekte me makina të reja, 0-0, kemi parë me 10 aksidente. Ne kemi pasur raste, më falë që ndërpreva, më falë, ne kemi pasur raste që një makinë është aksidentuar, aksident do më thënë jo aksidenti deformim komplet të shasis, po një aksident rrugor, ai ka shkuar e ka riparuar dhe në pas 1 muaj, 2 muaj ka shetur. Por kjo makinë që është aksidentuar, a duhet të rifutet në kontroll teknik? Këtu më hape një temë e cila është bërë pak problem, e kam parë në rrjetet sociale, po vinë makina të aksidentuara nga Europa dhe po shiten në Shqipëri. Ka një rregull në Gjermani, fakti që e njoh mirë, edhe në Zvicër duhet të jetë e njëjta gjë. Nëse mbas një aksidenti bëhet shitja e makinës tek ata që i marrin të dëmtuara dhe shkruar total shaden, pra e dëmtuar plotësisht, kjo makinë me këtë emërtim nuk mund të rifutet më, pavarësisht se mund të riparohet te servisi më i mirë që ka i vend, nuk mund të rifutet më në qarkullim. Por, mos harroni, këto mjete kanë ardhur në Ballkanin Perëndimor, të rishitura. Dhe ky është një problem më vetë. Prandaj duhet marrë informacioni në kohë reale. Unë kam parë dhe di raste kur njerëzit për shkak të çmimit bëjnë një makinë në Gjermani, Zvicër, ku diun Francë, kur ka një derë të dëmtuar, atje i kushton riparimi apo zëvendësimi. Nuk është gjë. Jo, flasim për rastet kur është e shkruar totalisht e shkatërruar dhe është riparuar. Kur e blen online të këto Mobile 24 e tjera, po kur e blen këto masdore, kështu që ka problematika të shumta kjo pjesa autoritete. E fundit ndoshta për ju, pastaj diskutojmë sigurisht për çështje teknike. Para çdo sezoni, po themi, sezonit verës, sezonit dimrit, treshjeve e tjera, ju përmendet që kemi pika, por e para ju orientoni kompanitë ose ju kërkoni edhe jo koncesionarëve, po edhe koncesionarëve në fundit, por edhe kompanive që kanë për detyrë mi mbajtje rrugë, që kanë fituar tendrat e tjera. A ju blini disa detyra, ju kërkoni që ti në X zonë ti du të kesh patjetër krip ose skorje, tashmë skorjes përdoret më, mos gaboj vetëm krip. Përzihet nga një herë. Ose mund përzihet nëse ka, se nuk dhja nëse ka. Pra ti du të kesh kaq sasi gjendje, du të kesh kaq makineri e tjera, pra disa një farë kontrolli nga ana juaj mbi këto kompani. Para se të filloj sezoni këtë që e quajmë në emergjenca dimërore, që zyrtarisht thamë, fillon nga 15 nëntori deri me 31 mars, i kërkohet kompanive që të paraqesin tek ne materialin për depozitimet e kripës, në vendet e depozitimit të kripës dhe vendet se ku janë të parkuara mjetet të cilat kërkohen për periudhën e emergjencës dimërore. Krijohen shtabet, në Arrosho krijohet një shtab që përballon emergjencën dimërore, krijohen shtabet në çdo drejtori rajonale, pjesëtarë të drejtorive rajonale janë dhe pjesëtarë të shtabeve që krijojnë prefekturat, domethënë kemi lidhje komplet dhe bashkëpunimin me gjithë prefekturat. Dhe mbas kësaj, nga ana autoritetit rrugor dhe drejtorive rajonale, mbasi të kenë paraqit programet e punës me gjithë kapacitetet që nevojiten për situatën dimërore, organizohen kontrole për të pa gatishmërinë e mjeteve. Jepen porosi përpara që për kaq kilometra duhet të jenë këto borpastruese që gjatë momentit që ato kanë marrë një procedurë dhe këto kontrole shoqërohen pastaj dhe me masa tjera mrapa që i kërkohet plotësimi i kërkesave të vazhdueshme për këta. Zoti Asho, në fakt pyetja është e njëjtë për të tre, në fakt. A duhet, ne si qytetarë, nuk po hym pjesës administratës, domethënë pjesës shtetërore, ne si qytetarë duhet marrim shembull të paktën të këto 3 vendet tona, edhe shqipfolse, ose Kosova sigurisht e gjitha shqipfolse, por Maqedonia e Veriut dhe Malezi gjithashtu, që
kanë vetë edukatën e mirëmbajtjes automjeteve, nuk po thënë zbatimit rregullave, qarkullimit e tjera, por nëse ti shkon mes nëntorit në Kosovë nuk e shanse me gjetë vend të gomisti, rrallë, nëse nuk e rezervuar ca ditë përpara. E po ashtu edhe në fund marsi. Kjo ka të bëjë me edukatën. Shë akoma, më falë, disa Jugo të vjetra, makina të cilat janë gjene Fiat Jugo kanë qenë. fantastike, Zastava, Jo, Jugo. Golfa njësh e dysh, akoma në për Kosovë që janë gjene të mirë pune. Shiko, kjo ka të bëjë gjithmonë me edukatën të cilën neve gjithmonë mundohemi, edhe duke thënë dhe këto emisionet tuaja janë me të vërtet shumë dobiprurse. Pra, mirëmbajtja e mjetit është një lloj siç mirëmban trupin tënd. Ajo të shërben. Nëse nuk e mirëmban dhe fillon thash që nga gomat, që nga servisi që i bëhet ndrimi i vajit, që nga antifriza e domosdoshme për periudhën e dimrit dhe të verës. Më falë, edhe uji antifriz për xhamat, se edhe njëherë do mbetesh pa ta. Antifriz dhe për dimrin dhe për verën, sepse nëse në dimër nuk e lë që të ngri, në verë nuk e lë të avulloj. Por njerëzit dhe këtu duhet jetë kontakti për shumë me një servis që ti je i lidhur dhe sidomos te gomisti, minimalisht të shkosh mor për të fryrë, për pasur presionin e duhur, duhet shkosh të paktën një herë në muaj një vizit, 10 lekë të reja bën, ose 20 lekë të reja, një kontroll. Sepse dhe rënja e gomave ka probleme në gjendjen teknike, janë të vogla si gjëra, po kanë rëndësi shumë të madhe. Hapja e kofanos një herë në muaj, mor shikoje, si është gjendja. Pra nuk janë gjëra që kërkojnë shumë specialitet. Nuk kërkojnë shumë specialitet. Janë, por duhet filloj që të autoshkolla. Që aty, që në momentin e parë që futesh dhe merr vesh se çash mjeti, këtu duhet filloj. Ne dikur këto i quanim shërbimet të nivelit parë që drejtuesi i mjetit duhet i kryej vetë mjetit, pra profilaktika që i kryet mjetit dikur bëhet çdo ditë premte. Dita e parku që jetonin neve. Niku më fal. Pse thoshin? Sa herë që do vesh të hipësh makinës, ore biri një herë vërdall. Rumbullak. Biri një herë vërdall, se mund të ketë rënë një gomë. Nuk e ke iden se ç'bëhet. Sidomos për udhëtimet gjata, se mirë kur je për shkotra. Ne për 113, kaluam tani 113 vjetorin e policisë, ne si Akademi Sigurie morëm një nismë, duke quar të gjithë punojësit tanë, pra oficerët dhe nën-oficerët, duke quar në shkollat gjimnaze dhe në shkollat të vjeçare, dhe që aty ne filluam në vend duke u marrë me klasë më klasë duke u marrë me edukatën rrugore me nxënësit. Pra, në qoftë se i thonin për shembull një pyetje ishte, në qoftë se shikon babin që është ose mamin që është në timon, që nuk e vendos rrimin e sigurimit, është e mirë apo e gabuar. Dhe fillonim që aty domethënë që fëmia të bëj smart, që ti thoshte prindit që babi, mami vendos rrimin e sigurimit, mos e të kalosh shpejtësinë sa është shnuar. Po kemi ngjerë. Dhe kur fëmia, se ne jemi të gjithë prindë, kur neve ecim dhe të shkujdesur diku dhe fëmia na thret nga mbrapa, pra, se e marrin në vendin mbrapa. Kujdes ba, kujdes ashtu, zëri fëmijës të sjell shumë gjëra. Për një orë mësimin e javë kemi ngelur o burr për siguri rrugore. Kemi 10 vjet, nuk u gjend një orë në javë në sistemin nga klasa e parë deri në fund gjimnazit. Po mirë, si të edukojmë këta që kanë marrë edhe studimet e larta, më por se mirë, kjo është shumë e mirë është kjo që thoni ju, absolutisht, edhe domosdoshme, është shumë e mirë. Po këta që kanë marruar studime, s'ke ku edukojnë më, me këta çfarë të bëjmë? Ata do të gjejnë emisionin tënd dhe do të marrin një ushqim për mendimin tim. Vërtet ke frikë të dalësh në rrugë, sado përpiqesh vetë të respektosh rregullat e të kryesh sigurinë tënde të paktën, sepse është ai që të ringjitur mbrapa, është ai që futet, është këta motorrat e delivery, këta janë një min mesazh në çdo moment për sigurinë rrugore nëpër qytete të paktën. Unë ju falenderoj që ishit në alertë sot. Faleminderit juve që na dhat mundësinë të themi nga i fjalë. Të mirëpritur sa herë që të kemi apo të keni ide për situatë dhe uroj që të mos kemi situata problemesh në rrugë. Ky është fundi i alert për ditën e sotme. Mos harroni ritransmetimi nesër, pra të shtunën në 13:30. Bashkë jemi të premte ndashme në 21. Deri atëherë, mirupafshim.